Zonja dhe zotin ju përshëndes, mirë se vini në këtë edicion informativ ku ndër të tjera ju ftoj të ndiqni. Komisioni jashtëm i për raport për Shqipërinë, zgjedhjet e 11 majit ishin konkurruese për të polarizuar, a intensifikoni reformat. Kas vendos hapjen e 229 kutive të votimit do të vlerësohen fletët e papërdorura në zgjedhjet e 11 majit. Arrestohen 2 persona për vrasjen e Ermir Dedjas në Durrës, 3 të tjerë në kërkim jashtë vendit. Falimentuan qëllimisht 7 fasonërinë e Elbasan, arrestohen 3 persona, mes tyre 1 italian. Rezidencat qeveritare do transferohen në hotele, rama të ardhura do të vijen në funksion të interesit publik. Kosovë, konstituimi i kuvendit dështon sërish votimi i fshehtë për kryetaren, ende i bllokuar. Irani refuzon kërkesat e SBA, lideri Khamenei nuk do ta ndalojë pasurimin e uraniumit. Sfide vështirë, por do t'ja dalim, Strakosha Hoxha tregojnë besim plot parandeshjes me Serbinë. Do të njemi tani më gjërësisht, Komiteti i Punëve të Jashtme të Parlamentit Evropian ka vlerësuar angazhimin e palëkundur të Shqipërisë për anëtarësimin në Bashkimin Evropian në një raport të miratuar sot në datën 4 qershor. Eurodeputetët theksojnë nevojën urgjente për të intensifikuar reforma, teksa raporti reflekton mbi zgjedhjet parlamentare të majit 2025, duke i përshkruar ato si konkurruese por të zhvilluara në një mjedis shumë të polarizuar. Komiteti i Punëve të Jashtme të Parlamentit Evropian vlerësoi angazhimin e palëkundur të Shqipërisë për anëtarësim në BE në një raport të miratuar sot, më 4 qershor. Eurodeputetët theksojnë konsensusin e gjerë politik të Shqipërisë dhe mbështetjen e fortë publike për anëtarësimin në BE, së bashku me përputhjen e plotë me politikën e jashtme dhe të sigurisë të BE-s, në një raport të miratuar nga Komiteti i Punëve të Jashtme me 57 vota pro dhe 11 kundër, me 6 abstenime. Ndërsa mirëpresim qëllimin e Shqipërisë për të përfunduar bisedimet e anëtarësimit deri në vitin 2027 dhe progresin e bërë tashmë, eurodeputetët theksojnë nevojën urgjente për të intensifikuar reformat. Prioritetet kryesore përfshin forcimin e pavarësisë gjyqësore, luftimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar, si dhe mbrojtjen e të drejtave themelore, rritja pluralizmit dhe transparencës së medias mbetet thelbësore për të ndërtuar besimin publik. Raporti vëren polarizimin e vazhdueshëm politik të shënuar nga retorika konfrontuese dhe bën thirrje për dialog politik më konstruktiv dhe gjithëpërfshirës. Eurodeputetët shprehen shqetësim serioz për ndikimin e huaj keqdashës, veçanërisht nga burimet të lidhura me Kremlinin që kërcënon institucionet demokratike të Shqipërisë dhe ambicet e anëtarësimit në BE. Ata bëjnë thirrje për një qëndrueshmëri më të madhe institucionale ndaj abuzimeve me financimin politik, manipulimit të medias dhe kërcënimeve kibernetike. Eurodeputetët mirëpresin programin e ri të instrumentit për reforma dhe rritje prej 922 milion eurosh të dedikuar për Ballkanin Perëndimor, i cili do të mbështesë agjendën e reformave të Shqipërisë sapo të përmbushen kushtet. Hapja e zyrës së Parlamentit Evropian në Tiranë shihet si një hap jetësor për të forcuar lidhjet midis BE-s, institucioneve lokale dhe partnerëve të shoqërisë civile nga i gjithë rajoni i Ballkanit Perëndimor. Raporti reflekton mbi zgjedhjet parlamentare të majit 2025, duke i përshkruar ato si konkurruese, por të zhvilluara në një mjedis shumë të polarizuar, me shqetësime mbi përdorimin e burimeve administrative. Eurodeputetët u bëjnë thirrje partive politike shqiptare të angazhohen për reforma gjithëpërfshirëse zgjedhore në përputhje me rekomandimet e OSBE-ODIHR dhe Komisionit të Venecias. Progresi i bërë me reforma gjyqësore dhe hetimet për korrupsionin e nivelit lartë janë të mirëpritura, megjithse ndërhyrja politike mbetet një sfidë. Eurodeputetët bëjnë thirrje për përpjekje të vazhdueshme për të mbrojtur pavarësinë gjyqësore dhe për të rritur llogaridhënien.
Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi në Bruksel se raporti i Parlamentit Evropian dëmkosi regjimin e Edi Ramës si një regjim që ndërhyn në sistemin e drejtësisë. Sipas Berishës, eurodeputetët ngritën shqetësimin për stokun e madh të dosjeve gjyqësore. Ai tha se një nga qëllimet kryesore të vizitës së tij në Bruksel ishte të denonconte ndërhyrjet e qeverisë shqiptare për të ndikuar në raportet ndërkombëtare. Nga Brukseli, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka komentuar raportin e miratuar nga Komisioni i Punëve të Jashtme të Parlamentit Evropian për Shqipërinë. Ky raport denoncon ndërhyrjen politike në sistemin e drejtësisë dhe përmend një stok të madh dosjesh të pashqyrtuara që vërtetojnë mungesën e një procesi ligjor të drejtë për shqiptarët. Në raport damkoset regjimi i Edi Ramës si një regjim në të cilin ndërhyhet politikisht fuqishëm në sistemin e drejtësisë, u shpreh shqetësim i madh për stokun e madh të dosjeve, çka nënkupton mungesë procesi të drejtë ligjor për qytetarët shqiptarë. Në lidhje me zgjedhjet e 11 maj 2025, Berisha theksoi se raporti i përbashkët i OSBE-ODIHR dhe institucioneve ndërkombëtare konsideron procesin zgjedhor si një farsë elektorale, duke akuzuar qeverinë për përdorimin e burimeve shtetërore për të dominuar zgjedhjet. Të raportit të përbashkët të OSBE-ODIHR-it, Parlamentit Evropian, Këshillit të Europës dhe Asamblesë Parlamentare të OSBE-s, në të cilën që rrjeshtat e para thot se qeveria përdori burimet të gjëra për të dominuar në zgjedhje. Pra, faktikisht ajo do të thot se qeveria me shteti ligjor i shndroi zgjedhjet në një farsë elektorale. Sali Berisha denoncoi se një nga qëllimet kryesore të vizitës së tij në Bruksel ishte të denonconte ndërhyrjet e qeverisë shqiptare për të ndikuar në raportet ndërkombëtare. Berisha akuzoi Ramën dhe Ministrin e Jashtëm për përdorimin e presioneve për të ndryshuar përfundimet e vlerësimeve të OSBE-ODIHR. Një nga qëllimet e këtij udhëtimi ishte të denoncoja pranë autoriteteve të këtij tempulli ndërhyrjet banditeske, ndërhyrjet e turpshme në formë presionesh të Edi Ramës dhe ministrit i tij të jashtëm pranë vëzhguesve të OSBE-ODIHR-it në mënyrë që të mund të ndryshojnë raportin. Kryetari i Partisë Demokratike theksoi se betejë e opozitës është shumë palëshe, duke përfshirë si përpjekjet për të denoncuar zgjedhjet tek faktori ndërkombëtar, ashtu dhe betejën në Shqipëri për të larguar Edi Ramën. Do të ndjekim në këtë moment deklaratën e sekretarit të përgjithshëm të Partisë së Lirisë, zotin Tedi Blushi. Konkluzioni i rëndë dhe alarmues i bërë sot në Parlamentin Evropian se strukturat kriminale nuk lejojnë ndryshimin e pushtetit në Shqipëri, vërtetoi sot botërisht qëndrimet e drejta të Partisë së Lirisë dhe të opozitës se shteti i bërnjësh me krimin shkatëroi nëpërmjet terrorizmit elektoral standardet e zgjedhjeve të 11 majit. Sot, nga zemra e Bashkimit Evropian, u përcoll qartë mesazhi se kjo qeveri e ka humbur legitimitetin dhe se po mbahet në pushtet jo nga vullneti i qytetarëve, por nga fuqia e krimit të organizuar, si dhe abuzimit të përbindshëm me fondet dhe institucionet publike në funksion të agjendës politike, elektorale dhe kriminale të Edi Ramës. Raporti i Parlamentit Evropian për zgjedhjet në Shqipëri, i prezantuar nga eurodeputeti i CDU Mikael Gakler, që udhëhoqi misionin vëzhgues, sqaron qartësisht se votat më 11 maj u blen nëpërmjet abuzimit me burimet publike, presionit mbi votuesit, veçanërisht punonësit publik, keqpërdorimit të aktiviteteve qeveritare për qëllime elektorale, nëpërmjet amnistisë së minutës së fundit për gjobat e papaguara nga qytetarët, si dhe bonusi për pensionistët i dhënë një muaj para zgjedhjeve.
Ky raport e damkos botërisht narko-qeverinë e Edi Ramës si një regjim që ka... Mirë, ndojshëm zotin të diblushin e deklarat për media teksa ne do të vjojmë tani me të tjera zhvillime. Komisioni ankimimeve dhe sankcioneve vendosi hapjen e 229 kutive të materialeve zgjedhore për të vlerësuar fletët e votimit të papërdorura në zgjedhjet e 11 majit. Vendimarrja e marrë erdhi pasi në ambientet e KQZ u hapën 4 kuti votimi materiale zgjedhore të qarkut vlorë. Me kërkesë të anëtarëve Elvis Qefa dhe Leti Obrau, Komisioni Ankimimeve dhe Sankcioneve vendosi të verifikojë materiale zgjedhore të 229 qendrave të votimit për të vlerësuar nëse në to janë ose jo fletët e papërdorura, vendimi i cili u mor pas debateve të shumta. Atë këshyrja të bëhet atje ku janë kutitë e materialeve zgjedhore dhe të bëhet i njëjti proces siç u bë këtu. Vendimarrja e ka mor pasi në ambientet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve u kqyren materiale zgjedhore të 4 kutive të qarkut vlor, procesi i cili sipas përfaqësuesve ligjor të Partisë Demokratike Franci Nuri dhe Marash Logu tregoi se kishte mospërputhje të dhënash sa i takon fletëve të papërdorura të votimit. Dhe na rezulton që nga dhënat për shembull që ka raportuar Komisioni i Qendrës Votimit 4664 KZAZ-ja numër 91 ka raportuar 577 fletë votimit papërdorura, ndërkohë që u gjenden 584 fletë votimit të papërdorura ose 7 fletë votime më shumë se sa ishte numri i fletëve të raportuara nga Komisioni i Qendrës së Votimit. Duhet të jeni të qartë, pra nuk mund të zgjidhim këto gabimet që kanë ndodhur me qendrat e votimit apo me numëruesit. Ju patjetër që i keni pretendimet tuaja. Të dali një proces verbal i një qendre votimi që është e një kutie tjetër, kjo është shkelje shumë e rëndë. Çfarë ka ndodhur aty? Çfarë ka ndodhur? Ka marr janë shpërndar proces verbalit nga një qendër votimit e tjetra? Si ka mundësi që ka gjetë qendra votimit X të ketë proces verbalin dhe letrat e një qendër votimi tjetër? KQZ ka dërguar një shkresë, por dije sqaroj që në çdo zgjedhje ke të tilla qendra votimi, të cilat për hir vërtetës, po ti shikojmë nga 4 proces verbale që kam më parë, vetëm te njëri shkruar 0, te 3 është viz. Pra, Komisioni i Qendrës Votimit nuk i ka numëruar se ato janë fletë që ndoshta si interesojnë fare. Procesi i vlerësimit i 229 kutive të materialeve zgjedhore do të zhvillohet në magazinet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Veçar, atje ku ndodhen kutitë e votimit. Debati mbi fletët e votimit të papërdorura lindi pak ditë më parë, kur Partia Demokratike pretendoi për mungesën e mbi 130.000 fletëve të votimit të papërdorura, duke ngritur dyshime për manipulime zgjedhore përmes këtyre fletëve. Ndërkohë me përgjigjen që komisioneri shtetëror i zgjedhjeve Ilirian Celibashi dhe Partisë Demokratike, ndër të tjerë u shpreh se 99.455 fletë votimi të papërdorura, që përbëjnë sasinë e këtyre fletëve në 233 qendra votimi. Në proces verbale, komisionerët gabimisht kishin shënuar 0 numrin e fletëve të papërdorura. Ndalemi mëtej në procesin gjyqësor në kuadër të rëmbimit dhe zhdukjes Jan Prengës, ku po gjykohet Dritan Redzepi, mësohet se SPAK i ka dërguar letër porosi autoriteteve britanike për të marrë në pyetje Astrid Prengën, vëllai të ndjerit. Gjithashtu në pyetje do të merret edhe Gëzim Shullani, shkak i rëmbimit dhe më pas vrasjes dyshohet të jetë grabitja e një sasie kokaine në Britani nga Astrid Prenga. Gjykata e posaçme e cila po shqyrton akuzat penale ndaj të pandehurve Dritan Redzepi, Gentian Doçi Funiqi, Aldo Majnishtën, Geraldo Martini, Corrado Goshtenia, Martin Bleta dhe Aldo Doçaj, relatoi një letër porosi që kanë bërritur në Shqipëri për marrjen në pyetje si dëshmitar të Astrid Prengës, vëllait të Jan Prengës dhe Gëzim Shullanit. Në letër porosi kërkohet nga policia britanike të marrë dëshminë e këtyre personave në bazë të pyetjeve të dërguara nga autoritetet shqiptare. Vëllai Jan Prengës, Astrid Prenga, akuzohet se me grupin e tij grabiti një sasi të madhe droge në Britaninë e Madhe, që i përkiste Redzepit dhe Gentian Doçit. Në seancën e zhvilluar këtë të mërkurë, u debatua edhe lidhur me komunikimet në Sky ECC me Saltin Hajri, Dritan Redzepi dhe Gentian Doçi Funiqi. Avokatët kërkojnë komunikimet e plota. Duhet të qartësohet se mes të pandehurve në këtë proces gjyqësor komunikimet janë të plota, tha prokuroria e SPAK Elida Kaçkini në përgjigje të kërkesës së avokatëve. Duke i shndruar sekretit hetimor, prokuroria tha se për Dritan Redzepin po hetohet edhe për përfshirje në trafikun e drogës. Seanca e radhës u caktua në datën 20 qershor. Në 2 procese të veçanta për rëmbimin dhe zhdukjen e Jan Prengës po gjykohet pronari i Golden Resort Altin Hajri dhe po rigjykohet kopshtari Festim Bexhdili.
Në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka dëshmuar për herë të parë bashkëpunëtori i drejtësisë Ertan Tafani, pjesë e ish-bandës së Laer Taxhis. Ai pranoi të bashkëpunojë me SPAK duke rrëfyer 17 episode kriminale. Në kuadër të kësaj dosje SPAK ka marrë të pandehur 8 persona që akuzohen për ngjarje kriminale në disa qytete të vendit. Ertan Tafani u arrestua në shtator të vitit 2023 pasi grabiti me armë një pikë këmbimi valutor në zonën e Astirit dhe prej atij momenti u kthye në bashkëpunëtorin e drejtësisë. Ai ka dëshmuar edhe mënyrën se si u njoh me Laer Taxhin dhe njerëzit e tij gjatë kohës që kryente dënimin për grabitjen. Policia e Durrësit ka arrestuar 2 persona si dhe ka shpallur në kërkim 3 të tjerë për vrasjen e 29-vjeçarit Ermir Dedi. Ata arrestuarit kanë siguruar automjetin që u përdor për të larguar ekzekutorët nga vendi i ngjarjes. Policia bën me dije se personat e shpallur në kërkim rezultojnë se ndodhen jashtë vendit. Policia e Durrësit ka arrestuar 2 persona të përfshirë në vrasjen e 29-vjeçarit Ermir Dedja, duke e çuar në pes numrin e personave të identifikuar si bashkëpunëtor për këtë ngjarje. Në pranga kanë përfunduar 36-vjeçari Erion Doni dhe 35-vjeçari Klodian Berisha, ndërsa është shpallur në kërkim Giuliano Dyrmishi, 33 vjeç. Sipas hetimeve të deritanishme, rezulton se Erion Doni dhe Klodian Berisha kanë kontrabanduar në Shqipëri automjetin që u përdor nga autorët e vrasjes dhe një automjet tjetër që dyshohet se do të përdorej për një ngjarje tjetër kriminale. Automjeti tip Seat me të cilën u larguan autorët pas vrasjes u gjeti djegur në gërdet të Vorës, ndërsa mjeti tjetër u sekuestrua në cilësinë e provës materiale. Ermir Dedja u ekzekutua me armë zjarri mbrëmjen e 20 majit në lagje numër 18 të Durrësit, ndërsa 2 ditë pas ngjarjes, policia identifikoi dhe shpalli në kërkim 2 persona, një shqiptar dhe një maroken, të cilët kishin siguruar kushtet dhe mjetet materiale për vrasjen e 29-vjeçarit. Përmes një komunikate zyrtare, policia e Durrësit sqaron se të 3 personat e shpallur në kërkim rezultojnë se ndodhen jashtë vendit dhe vijon puna në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtar për lokalizimin dhe kapjen e tyre. 2 të arrestuarit, Erion Doni dhe Klodian Berisha, akuzohen për kontrabandë me mallra të tjerë, ndërsa ndaj 36-vjeçarit Berisha rëndon edhe akuza sigurimi kushteve dhe mjeteve materiale për të kryer vrasje. 2 ditë ka zgjatur aratia Aldo Nezirit, 21-vjeçari është arrestuar si autori dyshuar i plagosjes në pisëri të kamerierit 15-vjeçar me një armë zjarri të dyshuar si pistolet stilo laps. Ndërkohë që ende në kërkim është administratori i subjektit Leonardo Mejdani, i cili akuzohet se fshehu ngjarjen. Policia ka arrestuar autorin e ngjarjes së rënd të ndodhur 2 ditë më parë në një piceri në zonën e Alidemit në Tiranë, ku një 15-vjeçar mbeti i plagosur me armë zjarri. Autori i dyshuar, 21-vjeçari Aldo Neziri, tashmë i ndaluar nga policia, akuzohet se ka qelluar me një armë atipike të llojit stilolaps gjatë një konflikti për motive të dobta. Ngjarja ndodhi në ambientet e brendshme të picerisë Fantazia, ku ende nuk është sqaruar plotësisht nëse konflikti ka qenë mes autorit dhe viktimës apo nëse i mituri ka ndërhyrë për të ndarë palët. Vetë 21-vjeçari pretendon se plagosja ka ndodhur aksidentalisht, por hetimet paraprake hedhin dyshime mbi këtë version. Policia njofton se arma me të cilën është kryer plagosja u gjet dhe u sekuestrua në rrugën Rizaçuka, në zonën e Laprakës, ku dyshohet se autori e kishte hedhur pas krimit. Përveç autorit të dyshuar, në pranga kanë përfunduar edhe 3 punonjës të picerisë. Ata akuzohen se kanë ndërhyrë në vendin e ngjarjes, duke përfshirë gjurmët dhe duke hequr DVR-n e kamerave të sigurisë, në përpjekje për të penguar krimin. Burime pranë policisë bëjnë me dije se uniformat blu janë njoftuar për ngjarjen vetëm pasi i plagosuri kishte mbërritur në spital. Ndërkohë vijon puna për identifikimin dhe arrestimin e administratorit të lokalit, i cili dyshohet se ka bashkëpunuar në fshehjen e ngjarjes. Një 51-vjeçar mbeti i plagosur rënd gjatë punës si mekanik në uzinën e ferokromit në Elbasan që administrohet nga kompania Alpkrom. 51-vjeçari në zuri poshtë një plak metalike, ndërsa ndodhet në spitalin e traumës në gjendje të rënd. Një muaj më parë, kompania Alpkrom u gjobit me 8 milion lek, pasi rezultoi se nuk respektonte rregullat e sigurisë gjatë procesit të punës.
Një 51 vjeçar me detyrë mekanik mbeti i plagosur rënd gjatë punës në uzinën e ferrokromit në Elbasan, që administrohet nga kompania Alpkrom. Teksa po punonte, 51 vjeçari Rudin Meqja e zuri poshtë një pllak metalike, duke i shkaktuar plagë të shumta në kokë dhe në trup. Menjëherë pas aksidentit, 51 vjeçari u dërgua me urgjencë në spitalin e Elbasanit, por për shkak të gjendjes së rëndë shëndetësore, u nis drejt spitalit të traumës në Tiranë. Burime për News 24 bëjnë me dije se mekaniku Rudin Meqja ka politrauma të shumta me dëmtime të brendshme. Një muaj më parë, kompania Alpkrom, që administron uzinën e ferrokromit në Elbasan, u gjobit me 8 milion lek, pasi rezultoi se nuk respektonte rregullat e sigurisë gjatë procesit të punës. Pas plagosjes së punonësit 51 vjeçar në këtë kompani, është vendosur pezullimi menjëhershëm i procesit të punës nga ana e Inspektoriatit Shtetëror të Punës dhe Shërbimeve Shoqërore. Autoritetet kanë nisur hetimet për të zbardhur plotësisht rrethanat e këtij aksidenti në punë, ku mbeti i plagosur rënd mekaniku 51 vjeçar Rudin Meqja. Në kishën e Shijonit në Elbasan u kremtua dita e Shën Juan Vladimirit, një ditë e shenjtë që përbashkon besimtarët ortodoks të Ballkanit. Shërbesat e shenjta u mbajtën nga kryepiskopi Joan dhe mitropoliti Elbasanit, Imzot Andoni, ndërsa të pranishëm ishin edhe priftërinj albëresht të ardhur nga Kalabria. Një vjedhje ndodhur të hënën në një banesë pranë një qendre tregtare në zonën e Zogut Uzinë Tiranë është zbardhur nga komisariati numër 2 i policisë. Autorët kanë marrë para, sende me vlerë, dokumente, një USB dhe një hard disk nga banesa. Pas kallëzimit të bërë nga pronari i shtëpisë, policia ka organizuar dhe finalizuar operacionin e koduar reagimi në bashkëpunim me drejtorinë vendore të policisë Vlorë, pasi grupi i autorëve të dyshuar janë nga Vlora dhe dyshohet se në këtë qytet kanë fshehur edhe sendet dhe paratë që kanë vjedhur. Pas hetimeve janë identifikuar dhe arrestuar 2 nga autorët e dyshuar të vjedhjes, Arbnor Gjimaj 40 vjeç dhe Ledian Gjoka 38 vjeç, të 2 banues në Vlorë. Të arrestuar rezultojnë të jenë persona me precedent penal për vjedhje. Nga hetimet ka rezultuar se Arbnor Gjimaj ishte aktualisht në masën e sigurisë arrest në shtëpi për të njëjtën vepër penale. Dyshimet e policisë janë se këta shtetas më datë 2 qershor kanë marrë një kasafort me rreth 15.000 euro nga një banesë në rrugën Muhamet Gjolesha. Gjithashtu është sekuestruar edhe automjeti përdorur gjatë ngjarjes, dërsa vijojnë hetimet për identifikimin dhe kapjen e 2 bashkëpunëtorëve të tjerë. Do të shkojmë në këto momente në publicitet, rikthehemi pas pak. Jemi rikthyer në transmetim të drejtë për të vijuar tani me të tjera zhvillime. Policia e Elbasanit arrestoi 3 persona, ndërta një shtetas italian, pasi çuan me dashje në falimentimin 7 fasoneri me qëllim shmangjen e detyrimeve tatimore. Gjithashtu vunë në sekuestro preventive 7 fasonerit dhe 12 llogari bankare. Në kuadër të këtij procedimi po kryen hetime edhe për zyrtar, tatimor, doganor dhe bashkive, ku këto subjekte ushtronin aktivitetin e tyre si Elbasan, Durrës dhe në Tiranë. Një skemë mashtrimi për të mos paguar detyrimet tatimore përmes falimentit të fasonerive u zbulua nga Prokuroria e Elbasanit, duke lëshuar 4 urdhër arreste, ndërsa në skemë janë përfshirë edhe 3 shtetas italian. Në pranga përfunduan Algert Kau, Giuseppe Lamacchia dhe Zyra Kreci, me detyrë administrator të fasonerive. Përmes një njoftimi, Prokuroria tha se totali i detyrimeve tatimore të papaguara për subjektet rezulton në mbi 14 milion lek, ndërsa nga analizimi llogarive bankare janë konstatuar tërheqje mbi 2.1 milion euro të pa justifikuara dhe pa dokumentacionin tatimor mbështetës. Prokuroria sqaroi se këta shtetas në bashkëpunim me njëri tjetrin dhe me persona të tjerë janë përfshirë në një skemë mashtrimi duke simuluar falimentin e subjekteve dhe krijimin e tyre në mënyrë fiktive me qëllim shmangjen e detyrimeve tatimore, duke sjellë një dëm të konsiderueshëm financiar. Asetet kanë kaluar nga një shoqëri te tjetra dhe me anë të veprimeve aktive, shtetasit dhe subjektet nën hetim kanë sjellë një dëm ekonomik të konsiderueshëm. Gjithashtu në kuadër të këtij hetimi janë vendosur nën sekuestro konservative 7 subjekte tregtare, 12 llogari bankare dhe 10 automjete. Kanë përfunduar në pranga edhe 2 persona të tjerë pas zbulimit të 2 magazinave ku falsifikoheshin markat e njohura të rrobave. Operacioni Fake Star 5 bëri të mundur arrestimin e shtetasit turk
Ozkan Sulun, që ishte në krye të aktivitetit, si dhe Lindon Haka, administrator i magazinave. Të martën 4 persona përfunduan në prangat e policisë pas zbulimit të 2 magazinave me veshje ku stampoheshin logo false. Policia bëri të ditur se magazinat ishin ngritur në fshatin Brar, në afërsi të rrugës së Arbërit. Veshjet e kontrabanduara u viheshin logo false të markave të njohura ndërkombëtare. Gjatë operacionit Fake Star 5 u arrestua Luan Haka, babai Lindon Hakës. Në prangë ranë edhe Ali Bushati dhe Giulio Lecaj, administrator të magazinës tjetër, si dhe pronari objekteve Arjan Hida. Këto magazina ishin të pajisura me linja makinarish për qepje, primtim dhe stampim me logo false të markave të njohura ndërkombëtare, të veshjeve dhe aksesorëve të dyshuar të kontrabanduar. Një 18 vjeçar u arrestua në Lazarat gjatë një operacioni për goditjen e veprimtarive kriminale në fushën e narkotikëve dhe të armbajtjes pa leje. Gjatë kontrollit fizik ndaj 18 vjeçarit dhe kontrollit në banesën e tij, shërbimet e policisë të Gjirokastrës gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provave materiale një armëzjarri Kalashnikov, municione luftarake, 14 kapsol dhe detonator elektrik, kallëp eksplozivi dhe një sasi kokaine. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë së Gjirokastrës për veprime të mëtejshme. Rezidencat e dikurshme qeveritare pritet të marrin jetë të re përmes ideve moderne arkitekturore. Kryeministri Edi Rama theksoi se këto pasuri publike duhet të kthehen në funksion të interesit qytetar, duke ndërtuar një strukturë të re financiare për shtetin. U mbajt në Tiranë konkursi Hospitalit i Albania, një garë ndërkombëtare ku 7 finalistë prezantojnë projekte idetë arkitekturore për rimëkëmbjen dhe modernizimin e rezidencave qeveritare të mbetura prej vitesh jashtë funksionit. Gjatë aktivitetit, Kryeministri Edi Rama tha se këto asete publike do të kthehen në shërbim të interesit të përbashkët, përmes një modeli të ri bashkëpunimi ndërmjet shtetit dhe sipërmarrjes. Sot ne hapim një tjetër nga kapitujt e korporatës shqiptare të investimeve, kapitulli i cili ka të bëjë me rrjetin e rezidencave të dikurshme qeveritare për t'i rihetëzuar duke e futur shtetin si partner dhe duke i dhënë mundësi sipërmarrjes që i transformojë në burim të ardhurash. Në fokus të konkursit janë 2 objekte me simbolik të fortë, vila e Ish Udhëheqësit në Vlorë dhe një tjetër rezidencë në zonën turistike të Velipojës. Sipas kryeministrit, modeli i ri synon të ndjek praktikat më të suksesshme të vendeve europiane. Ne po zhvillojmë një infrastrukturë të re faktikisht financiare, duke u bazuar tek modelet më të mira në Europë. Janë modelet si motrave të agjencisë të korporatës shqiptare të investimeve dhe që në Itali apo në Spanjë zotrojnë asete dhe marrin ardhura jashtëzakonisht mbretëlënse. Projekti mbështetet nga një juri ndërkombëtare dhe parashikon bashkëpunim të ngushtë mes arkitektëve, qeverisë dhe sipërmarrjes private për të krijuar hapësira që japin vlerë historisë, por edhe turizmit dhe zhvillimit ekonomik. Zëvendës kryeministria njëherësh ministre infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku ka inspektuar punimet në rrugën Kthesa e Bërdicës, Ura e Bahallaçakut Shkodër. Punimet për zgjerimin e rrugës kanë nisur në të gjithë gjatësinë e saj për afro 1.6 kilometrash, ndërsa ndërtimi i urës së re të Bahçallëkut mbi lumin Drin është vepër e rëndësishme e këtij projekti pasi do të shërbejë për uljen e trafikut të mjeteve që lëvizin në drejtim të Tiranës. Ministria Balluku tha se kjo është një vepër e rëndësishme. Punimet parashikohen të përfundojnë deri në pranverën e vitit të ardhshëm. Konsorciumi i kompanive fituese që po kryen punimet u shpall në nëntor të vitit të kaluar me një ofertë prej 8.4 milion euro pa TVSH. Në atë kohë u specifikua se ura ekzistuese parashikohet të ruhet dhe do të jetë funksionale edhe me dublimin e saj me një urë paralele.
Ndalemi më tej pas konstatimit të shkeljeve nga disa operator privat të cilët kishin vendosur shezlong dhe çadra në hapësirën publike në plazhin e Ranës së Hedhun, Bashkia Lezhë nisi aksionin për lirimin e vijës bregdetare. Autoritetet vendore në Lezhë paralajmërojnë se për çdo shkelje të vërejtur në plazhe, operatorët privat do të ndëshkohen me gjobë dhe me sekuestrim të çadrave. Në Shëngjin ka nisur aksionin për lirimin e hapësirave publike në Bregdet pas konstatimit të shkeljeve nga disa operator privat, të cilët kishin vendosur shezlong dhe çadra jashtë kritereve të përcaktuara për stacionet e plazhit. Fillimisht inspektorët kanë ndërhyrë në plazhin e Ranës së Hedhun, ku janë hequr çadra dhe shezlong. Nënkryetari i Bashkisë Lezhë, Fatjon Zefi, thotë se vija bregdetare do të monitorohet për gjatë gjithë sezonit veror, ndërsa paralajmëroi masa të rrepta për çdo shkelje të konstatuar. Po procedojmë me masa administrative ndaj këtyre subjekteve që kanë vendosur shezllone, çadra. Jemi në bashkëpunim me policinë e shtetit dhe besoj se brenda javës ky fenomen do të zhduket plotësisht në gjithë Bregdetin e Shëngjinit të Tales. Shpresoj të mos arrijmë deri në ato masa që të arrijmë me sekuestro. Gjithsesi ne jemi nga dishmëri, bashkëpunimin e kemi gjitha strukturave, do jemi ditë për ditë në monitorim deri në datën 1 shtator. Nga autoritetet vendore janë miratuar vetëm 50 stacione plazhi në të gjithë vijën bregdetare të Shëngjinit, të gjitha në pronësi të hoteleve, një numër që është 3 fish më i ulët se vitin e kaluar, kur menaxhimi i plazheve ishte i shpërndar në mënyrë më të gjerë tek operatorët privat. Maja e Vajushës në Alpet shqiptare është ndëruar në një atraksion turistik të jashtëzakonshëm. Turistë nga e gjithë bota po eksplorojnë shtigje të panjohura, ndërsa shprehen se do t'u sugjerojnë Shqipërinë edhe miqve të tyre. Në bjeshkët e Kelmendit në kufi me Malinë e Zi gjendet një nga zonat më të mrekullueshme të Shqipërisë, siç është Maja e Vajushës. Për ta eksploruar duhet të ecësh për rreth 3 orë nga Lopusha përmes bjeshkëve. Maja e Vajushës po tërheq gjithnjë më shumë vëmendjen e turistëve të huaj, të cilët dominojnë në këtë pjesë turistike. Ndihem shumë i mrekulluar, vend i bukur, njerëz të bukur, kulturë, ushqim, natyrë që më pëlqen. E bëra këtë shteg, gjë që ishte e mrekullueshme. E gjithë pista kur ngjitesh në maj, qëndron atje me flamurin e ngjitjes dhe është thjesht po. Është vërtet një ndjesi shumë e veçantë. E di që mund të shkosh në një kafene ose bar kudo dhe ishin shumë miqësor, je shumë i mirë pritur në të gjithë vendin. Është fantastike. Patjetër do ta sugjeroj sapo të kthehem në shtëpi dhe do t'ju them se po, kam takuar kaq shumë australian këtu. I live in Belgrade. Unë jam nga Beogradi dhe këtë vend e vizitoj për herë të dytë. Është e mrekullueshme, mjafton të shohësh me sy dhe të mbetet në kujtesën tënde çdo ditë. I thash vetes që duhet të rikthehesh në atë vend për ta përjetuar sërish. Më kanë sugjeruar miqtë e mi që ata vetë kanë parë në internet. Më të paktë janë turistët shqiptar që vizitojnë Majën e Vajushës. Hera parë, Lëpush po, Majët Vajushës hera parë. Me kërë më i ri e banë më shpejt. Tesh, avash. Edhe së më hane kisha si pikësynim që me kap Majën e Vajushës. Super, kena vendet mrekullueshme. Pe Kosovës kemi arrit në Shkodër, pastaj pe Shkodrës kemi shkuar në Theth. Nga Thethi në Valbon, apo në Valbonës, prej Valbonës në Qerem, dhe jemi këtu te Gërbajat, edhe siç e shihni ka një pamje fantastike, një vend shumë i bukur. Ngjitja në Majën e Vajushës nuk është e lehtë. Kjo majë ndodhet 2050 metra mbi nivelin e detit, duke qenë piknisja e bjeshkëve të Namuna, me një pamje që shtrihet deri në Theth, Malinë e Zi dhe malet e Kosovës. Të ndalemi në të tjera zhvillime në kishën e Shionit në Elbasan, u kremtua dita e Shën Joan Vladimirit, një ditë e shenjtë që përbashkon besimtarët ortodoks të Ballkanit. Shërbesat e shenjta u mbajtën nga kryepeshkopi Joan dhe mitropoliti i Elbasanit, Imzot Andoni, ndërsa të pranishëm ishin edhe priftorinj arbëresh të ardhur nga Kalabria. Është kremtuar në kishën e Shionit në Elbasan dita e Shën Joan Vladimirit, e cilësuar si dita që bashkon kombet, pasi pelegrinazhit i bashkohen besimtar nga Serbia, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut, Italia e të tjerë. Shërbesat e shenjta u mbajtën nga kryepeshkopi i Tiranës, Durrësit dhe i gjithë Shqipërisë, hirësia e tij Joan Pelushi, dhe nga mitropoliti i Elbasanit, Imzot Andon Merdani. Kemi bekimin që të kemi Elbasanin e shenjtë, që ka qenë bekim për këtë vend. Nëse do lexoni jetën e tij,
Dhe është një episod shumë i bukur, por erdhën dhe ta merrnin Lipsanin që ta hiqin nga këtu, të flasin shumë shekuj më parë. Lipsani u rëndu aq shumë sa nuk e ngritnin dot, si një shenjë për treguar që shenjti do të rrinte në këtë vend. Të pranishëm në kremtimet që u mbajtën në kishën e Shionit ishin edhe priftërinj arbëresh të ardhur nga Kalabria, si dhe një prift shqiptar nga Maqedonia e Veriut. Anch'io sono un arbresh ortodosso. Është hera parë që marr pjesë në festën e Shën Joan Vladimirit. Unë jam arbëresh ortodoks nga Kalabria dhe Shqipëria më pëlqen shumë. Kjo festë është e rëndësishme se bashkon shumë etni, shumë popull ortodoks. Kjo është ajo që bëjnë shenjtorët në momente të vështira, bashkojnë popujt. Është hera e parë që vi në Shqipëri, enkas për këtë fest. Mora pjesë në liturgjinë e kryesuar nga kryepeskopi Joan, mbeta i mahnitur. Këtu në Shqipëri gjetëm vëllezërit e gjakut tonë dhe u bashkuam. Shën Joan Vladimiri është një nga figurat më të nderuara të ortodoksisë në Shqipëri, i cili kontriboi në përhapjen e krishtërimit dhe ndërtoi disa kisha, ndërto edhe atë në Shion të Elbasanit, ku prehet edhe trupi i tij. Ndalemi Mëtej ka dështuar për të 26 herë seanca konstituive e Kuvendit të Kosovës. Kryesuesi i seancës Avnit Dehari hodhi në votim komisionin për mbikëqyrjen e një votimi të fshehtë që do të zgjidhte kryeparlamentarin i cili dështoi të formohet për të 18 herë. Nga 111 deputet sa ishin prezent, 53 ishin pro, 1 kundër dhe abstenim nuk kishte. Për të 26 herë me radhë, deputetët e Kuvendit të Kosovës dështuan të konstituojnë përbërjen e re parlamentare të dalë nga zgjedhjet e shkurtit, që nga 1 maj për të 18 herë deputetët kanë refuzuar të formojnë një komision që do të mbikëqyrte një votim të fshehtë për kreun e ri të Kuvendit. Votimi i fshehtë është propozuar nga kryesuesi i seancës konstituive Avni Dehari, pasi kandidatja e lëvizjes vetëvendosje për krye parlamentare Albulena Haxhiu disa herë nuk ka arritur të sigurojë 61 vota për të zgjedhur në krye të organit ligjvënës. Kreu i nismës Fatmir Limaj, partia të cilit ka 3 vende në kuvend, deklaroi se Kosova duhet të ketë një shumicë parlamentare, duke shprehur bindjen se vendi së shpejti do të ketë institucionet e reja. Ska dilem që qytetarët e Republikës Kosovës presin sa më shpejt ndërtimin e institucioneve, edhe më besoj që nga dalë po ofrohet koha dhe besoj shumë shpejt Kosova do të ketë institucionet e veta, shpresoj. Ajo që është e qartë është që duhet keni marrëveshje politike e cila do të jep Kosovës institucionet, edhe në parlament edhe në qeveri. Besoj që secili subjekt politik e ka përgjegjësinë e vet. Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Lista Serbe sërish refuzuan në vazhdimin e seancës konstituive më 4 qershor që të propozonin një përfaqësues që do të siguronte mbarvajtjen e votimit të fshehtë. Seanca konstituive e Kuvendit të Kosovës pritet të vazhdojë të njëjtën më 5 qershor. Do të ndryshojmë temë të zhvillimeve. Lideri suprem i Iranit Ayatollah Ali Khamenei deklaroi se Teherani nuk do të heqë dorë nga pasurimi i uraniumit, duke refuzuar një kërkesë kyçe të Shteteve të Bashkuara që synon zgjidhjen e mosmarrëveshjeve bërthamore. Ai tha se ndalimi i pasurimit të uraniumit është kundër interesave të Iranit. Trump ka rinisur fushatën e tij të presionit maksimal ndaj Teheranit, që kur është rikthyer në shtëpinë e bardhë në janar. Lideri suprem i Iranit Ayatollah Ali Khamenei deklaroi se vendi i tij nuk do të heqë dorë nga pasurimi i uraniumit, duke refuzuar një kërkesë kyçe të Shteteve të Bashkuara që synon zgjidhjen e mosmarrëveshjeve bërthamore. Khamenei tha se ndalimi i pasurimit të uraniumit është kundër interesave të Iranit. Kërkesa para amerikanëve është të mos kemi fare industri bërthamore. Irani nuk duhet të ketë industri bërthamore. Ne duhet të mbështetemi tek ata për mjekësi, energji, pajisje shkripëzimi dhe 10 fusha të tjera të rëndësishme. Nuk duhet të kemi program bërthamor. Nëse kemi 100 centrale bërthamore, por pa pasurim, kjo nuk do të na ndihmojë, sepse centralet bërthamore kërkojnë karburant. Nëse nuk mund të aprodhojmë këtë karburant bërthamor brenda vendit, do të na duhet të drejtohemi Amerikës. Propozimi i Shteteve të Bashkuara për një marrëveshje të re bërthamore ju prezantua Iranit të shtunën nga Omani, që ndërmjetëson bisedimet mes ministrit i jashtëm iranian Abbas Araghchi
edhe të dërguarit amerikan për lindjen e mesme Steve Witkoff. Teherani tha se dëshiron të perfeksionojë teknologjinë bërthamore për qëllime paqësore dhe prej kohësh ka mohuar akuzat e fuqive perëndimore se po synon të zhvillojë armë bërthamore. Presidenti amerikan Donald Trump ka rinisur fushatën e tij të presionit maksimal ndaj Teheranit që kur është rikthyer në shtëpinë e bardhë në janar. Kjo fushatë përfshin sanksione, por edhe kërcënime për të bombarduar Iranin nëse bisedimet nuk prodhojnë një marrëveshje. Ligjvënësit bullgar u përplasën gjatë një seance parlamentare të mërkurën pasi Komisioni Evropian miratoi hyrjen e vendit në Eurozonë vitin e ardhshëm, duke shkaktuar protesta nga partia e ringjalljes së ekstremit të djathtë jashtë parlamentit në Sofje. Mijëra demonstrues duke lëvitur flamuj bullgar dhe duke brohuritur jo kolonizimit euro u mblodhën në kryeqytet për të shprehur kundërshtimin ndaj lëvizjes së Eurozonës, të cilën partia e ringjalljes e ka kritikuar ashpër. Brenda kuvendit tensionet u përshkallëzuan, ndërsa deputetët e ringjalljes bllokuan podiumin. Një vendim në favor të adoptimit të euros është hapi i dytë i madh i Bullgarisë brenda një viti në rrugën e shtetit dhe të integrimit në Bashkimin Evropian. Në janar Sofia u bë anëtare me të drejta të plota të zonës Schengen e kufit e Bullgarisë me Greqinë dhe Rumaninë tani janë plotësisht të hapur. Rinisën kërkimet për vajzën britanike Madeleine McCann, e cila u zhduk në vitin 2007 në një kompleks apartamentesh në Portugali. Kërkimet po zhvillohen në apartamente dhe puse, të cilat ndodhen në zonën ku u zhduk Madeleine, e cila ishte vetëm 3 vjeç kur humbi gjurmët teksa ndodhej me prindrit me pushime në Portugali. Rinisën në Portugali kërkimet për vajzën britanike Madeleine McCann, e cila u zhduk në vitin 2007 në një kompleks apartamentesh në Praia de Luz në Algarve të Portugalisë. Ata nuk po kërkojnë vetëm mbetje, por dhe objekte si lodra ose çdo gjë që mund të ketë ADN mbi të. Përveç policisë dhe zjarfikësve portugez, në hetim po merr pjesë edhe policia gjermane. Hetuesit planifikojnë gjithashtu të përdorin pajisje radari që mund të skanojnë disa metra nën tokë. Madeleine McCann ishte 3 vjeçe kur u zhduk në një kompleks apartamentesh më 3 maj 2007, ndërsa ishte me pushime me familjen e saj. Zhdukja e saj shkaktoi një hetim policor në të gjithë Europën dhe është bërë një nga rastet më të njohura të personave të zhdukur në botë. Hetuesi gjerman kanë qenë në ballë të hetimeve që nga viti 2020, të cilat identifikuan 48 vjeçarin Christian Bruckner, i cili aktualisht është në Burg në Gjermani si dyshuari kryesor. Kërkimi është i pari që kryhet në 2 vjet. Kërkimi më parëshëm në vitin 2023 u përqendrua në një digë të largët, 40 minuta larg me makinë nga vendi ku Madeleine McCann u pa për herë të fundit në Portugali. Do të shkojmë në këtë moment në publicitet, rikthehemi pas pak.